Një proces në një fushat brendshme në Partinë Socialiste për të zgjedhur ata që do të jenë drejtuesit e organizatave tona në të gjithë territorin e Shqipërisë, që nga niveli i qendrës votimit në nivelin e njësisë administrative dhe në nivelin e bashkisë. Por në ndërkohë, kjo ka rëndësi për këto shënime sepse nuk është thjesht një fushat e brendshme organizimi dhe energjizimi, por është edhe një fushat komunikimi mes nesh dhe të gjithë atyre që na mbështesin, që na besojnë apo që kanë dëshirë dhe nevojë të na dëgjojnë dhe që t'i dëgjojmë. Pasi jetojmë në një kohë kur bëhet gjithmonë më e vështirë për të mësuar të vërtetën apo për të marrë informacionin e drejt për drejt lidhur me një fakt që të intereson. E kundërta ndodh, je menjëherë i përmbytur nga gjysmë të vërteta që janë dhe gënjeshtrat më të mëdha, nga gënjeshtra safi kur i thon fjalës, nga sajesa e fabrikime dhe nga komente gjithfarësh që në fund të ditës më shumë e mjegullojnë se sa ndihmojnë në kërkimin e të vërtetës. Dhe thuhen nga të tëra, dëgjohen nga të tëra, por ajo që është më shqetësuesja për sa më takon dhe për sa në takon, është se nuk flitet dhe nuk komunikohet dhe nuk diskutohet për punët e Shqipërisë. Po përkundrazi, punët e Shqipërisë identifikohen vetëm me një luftë mizerabël politike dhe me një përpjekje të vazhdueshme të kujdo që është në anën e kundërt me ne që qeverisim Shqipërinë për të bërë çmos që punët e Shqipërisë të mbulohen me ziftin e dëshpërimit të tyre, me baltën e të gjithë urrëties, mllefit, inateve të tyre. Shqipëria ka probleme, patjetër, ne kemi shumë punë për të bërë, padyshim, jo çdo punë e kemi bërë si duhet dhe sa duhet, kjo nuk ka diskutim, por ama Shqipëria punon dhe punët e Shqipërisë në tërësi janë në vijë. Ashtu sikundër, dhe e mbyll këtë shënim, është në vijë procesi më i rëndësishëm historik i antarësimit në Bashkimin Evropian, me negociatat që vazhdojnë dhe në ndërkohë që gjithsa thash, kur vjen puna dhe negociatat, lidhet me gënjeshtrën e madhe se ato janë bllokuar, ato janë ndaluar, ato janë penguar për arsyet e mos arsyes të gjithë atyre që synojnë ta pengojnë Shqipërinë për në fakt të luftuar